thot pse e krijoi Allahu shejtanin. Letë është kjo, Allahu Azza ka kriju shejtanin me të sprovu ty edhe mua dhe tërë njerëzimin kush pa ndjek rrugën e mirë edhe kush pa ndjek ata të keqen. Në njërën anë, Allahu i lartësuar ja dha njerit mendjen, në anën tjetër ja zbriti Kur'anin. Pra, edhe me argumente, edhe me logjik, me arrit me kuptu të vërtetën. Nga ana tjetër, e krijoi shejtanin që me i sprovu njerëzit se kush pa ndjek të mirën, kush pa ndjek të keqen. Andaj njerëzit në gjërat të cilat kanë zgjidhje, domethënë apo kanë zgjedhje, më mirë me thonë fal, kanë mundësi me zgjedh, edhe zgjedhin të keqen për ta dënuar. Aty ku nuk kanë mundësi me zgjedh, më thonë janë detyruar me marr frymë, janë detyruar me jetu sa ka shkruar Zoti, për to nuk dënohen as nuk shpërblen. Kurse për gjërat që ti ki vullnet lirë, do ta ndjekësh të mirën apo do ta ndjekësh të keqen, për ta shpërblesh ose dënosh. Pra udhësia është e kësaj mesele që kush pa ndjek të vërtetën, kush pa ndjek të gabuar.